Një pyetje tjetër është shenjë mirë është të kaluar Ramazani kurse unë s'kam bë të një punë me vlerë. Nuk është shenjë e mirë, do thotë kjo, nëse ti nuk e bën ai hap të madh, në vepër të madhe, që të dallon para Ramazanit, do thotë je duke kaluar Ramazanin sikurse ditët ose muajt para Ramazanit. Dhe kjo është për të qajtë, dhe kjo është për të ndalë dhe për të rianalizuar qëndrimin tanë dhe qasjen tanë në Ramazanit, dhe ke nevojë ta korrigjosh. Andaj unë në fillim e thash se tani veç kemi fillu në 10-shin e dytë të Ramazanit, bile jemi në përfundimin e tij, shumë shpejt na vjen 10-shi i fundit, 10-shi i fundit domethënë është i lavdruar me argumente të shumta fetare, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e intensifikon të adhurimin e tij, kemi nevojë dhe ta intensifikojmë. Atëherë nëse na ka kalu 10-shi i parë edhe 10-shi i dytë pa ndonjë vepër të madhe, atëherë s'pakun 10-shin e fundit të shtojmë adhurimet tona për të shijuar kënaqësinë e Ramazanit.